Sepse çështja nuk është thjesht për i vezë, pavarësisht se, titulli është ngacmues mjaftueshëm, është për drejtën për të pasur një protestë, po themi, pavarësisht se si mund të jemi dakord apo jo me idetë e dikujt apo dikujt tjetër, por drejta për të pasur, për të ushtruar protestën në çfarëdo lloj mënyre, drejta për të shprehur në çfarëdo lloj mënyre, e drejta për të pasur një proces rregull ligjor, gjithashtu, janë ato drejta që po mbrohen në rastin konkret në këtë proces gjyqësor. Dhe kjo çështje ka zgjatur shumë, sepse tashmë ne kemi edhe një sistem gjyqësor që është bërë emergjencë kombëtare tani, vetëm thjesht fakti që sistemi gjyqësor nuk funksionon më, domethënë për shkak të gjithë efekteve anësore të reformës, por gjithashtu dhe për faktin se gjykata e apelit që e mori atëherë në shqyrtim çështjen, nuk e trajtoi fare në themel, u mor me ca formalitete, të cilat gjykata lart tha këto janë formalitete të tepruara, tha duhet gjykohen tamam themelin e çështjes. Dhe po të gjykoj themeli çështjes, pastaj domethënë rezultati i saj do ishte ndryshe. Sot konkretisht për çfarë do gjykohet kjo çështje? Për çfarë do gjykohet? Akuzat janë goditje për shkak detyrës, pra mbas 10 vitesh, dhe kundërshtimi punësit policisë. Por, do të kuptojmë, 3 persona janë që akuzohen për goditjen për shkak detyrës. Goditja është ajo me vezë, të thamë. 5 persona tjerë akuzohen sepse penguan policët që të kryenin ndalimin e 3 personave që goditën me vezë. Mirë po, që është e vërteta kur është zhvilluar gjykimi, pavarësisht se çfarë verdikti dha shkalla parë, u kuptua që gjithë akuza ishte një ngrehin tepër e dobët, tepër e shëmtuar